Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 29 deri më datën 4 janar të 2026. Jemi në rrugtimin dhe udhëtimin më të ndikues dhe më të veçantë për vazhdimsinë e 2026-s që ka filluar në realitet, sepse edhe ndikimet dhe favorizimet dhe mundësitë që na jepen është koha dhe momenti që neve duhet që t'jemi jo vetëm korrekt me punën tonë ose me ata që duhet neve të bëjmë, por kërkohet edhe vëmendje. Por le të hedhim një sy pikërisht kësaj jave, çfarë na ndikon, dikton në atë që neve duam të realizojmë. Këtu është çështja. Atëherë kemi të bëjmë shumë me disa ndikime, siç janë tranzitet planetare dhe ndikimet në shkrimet parashikimet për gjërat që do të ndikojnë dhe diktojnë. Nëse kalojmë nga fundi i vitit, duket se 2025, një ditë para vitit të 2026, përballemi me një sër këndësh astrologjike, që këto kënde duket se ndikojnë në mënyrën se si mendojmë, organizohemi, reagojmë ose atë që na shqetëson më tepër. Pra janë disa terma të ndryshme që neve duhet të shikojmë, të kujdesemi në gjërat që neve duhet të bëjmë. Kemi më datën 30, kemi katërkënd që bën Mërkuri me Saturnin në 30 dhjetor, na vë përballë me kufizime dhe disa detyrime. Dhe më në fund, ne jo vetëm se mund të injorojmë, por do të pasë kujdes. Duhet të veprojmë me më shumë logjikë dhe disiplinë. Komunikimi që mund të bëhet më kërkues. Edhe pse ky ndikim nuk është i këndshëm, na ndihmon të sqarojmë prioritetet tona dhe të shohim më qartë se çfarë ka nevojë për organizim dhe përmirësim, sepse nganjëherë ne kemi edhe disa gjëra që ndryshe mendojmë, ndryshe gjykojmë në planet të ndryshme që kemi, por njëkohësisht është dhe mundësia dhe momenti që neve të jemi sa më korrekt me atë që duam, sa më korrekt me atë që neve na ofrohet, që kemi nevojë për përmirësim.